Nëse bëheni me jarg gjatë natës, ja çfarë tregon kjo për shëndetin? Jargët kryesisht janë si pasojë e përshtypjes së tepër, gjë që detyrimisht e shtyn personin në fjalë të gjejë një mënyrë për të nxjerrë jashtë pjesën e tepricës. Por a i dini se në rastet kur ky fenomen ndodh rregullisht dhe intensivisht, mund të jetë shenjë e një sëmundje e cila gjendet në zhvillim e sipër? Kur flem, muskujt e fytyrës si edhe reflekset e gëlltitjes bien në qetësi, ndaj teksa përshtyma akumulohet në gojë, muskujt e relaksuar të fytyrës çojnë në hapjen e ngadalë të gojës. Sikur të mos mjaftonte kjo, jargët e shumta ka raste që nënkupton një bllokim të rrugëve të frymëmarrjes e cila mund të vijë si shkak i infeksionit të sinusit apo kemi të bëjmë me sëmundje neurologjike. Gjithashtu, jargët janë edhe si pasojë e efekteve anësore të disa medikamenteve ose edhe si rregullim i refleksit gastrointestinal, gjë që sjell pasoja serioze me ezofagun. Ky është rasti kur jargët shoqërohen edhe me vështirësi në gëlltitje.